Drejtori i shërbimeve publike në Prizren, Islam Ukimeri, sot për mikrofonin e televizionit Besa, ka folur lidhur me angazhimet që ka pasur Komuna e Prizrenit dhe kryetari Totaj gjatë vështrimeve që ka pasur dje gjatë ditës. Ai pohoi se menjëherë Komisioni Emergjent bashkë me kryetarin Totaj kanë vizituar terrenet të ndryshme si Hasin, Përtrinin, Zhupën, Vërinin dhe lokacionet e tjera. Ne si komunë kemi qenë koherent dhe me ndihmën tonë jemi munduar të jemi pranë secilit, tregoi ai. Po, si që dini edhe ju dhe gjithë qytetarët, ka dita pardje faktikisht ka filluar rreshet e shiut dhe ne si komunë, për shkak gjendjes që ka qenë gjendje emergjente, nga orët e mëngjesit kemi dalë në terren dhe kemi bërë vizita në gjitha pjesët e fshatrave faktikisht që janë të komunës së Prizrenit. E keni parë edhe ju që kryetari i komunës ka dalë në pjesën e Hasit, ku ka qenë vërshime dhe ka qenë involuar me ujë. Kemi dalë në pjesën e Vrinit, kemi dalë në pjesën e Përdrënijes, kemi dalë në pjesën e Vrinit, faktikisht e pjesa e Tosuzit, kur ne si komunë kemi marrë gjitha prioritetet dhe me operatorët tonë kontraktues që i kemi për emergjenta dhe për rastet e veçanta, kemi intervenuar më një herë dhe jemi munduar që tanë kohën kemi qenë në intervenime për të mundësuar qytetarëve për të larguar rrezikshmërinë, për të mos hyrë ujë në shtëpi apo në pjesë të ku ka qenë rrezikshmëria edhe familjet e tyre. Ne kemi intervenuar me urgjencë më të madhe që kemi pasur. Kurse pas fillimit të rreshjeve të borës, drejtori Ukimeri tregon se kohë më parë Komuna e Prizrenit është përgatitur për sinën e dimrit. Së pari kemi siguruar 600 ton krip industriale dhe besojmë se ajo që sot pasdite, kur mund të paraqiten ngrinca në rrugët tona, do të del kompania kontraktuare e Komunës Ekoregjioni të shpërndajë në rrugë krip. Kjo kompani publike e cila ka mekanizëm të plotë për raste të këtilla e tashmë është mjaft profesionale, pohoi ai. Po, në orët e hershme të mëngjesit ka filluar edhe rreshtet e borës, kur ne si Drejtori i Shërbimeve Publike faktikisht si komunë kemi marrë masat në muajt e mëhershme, kemi kontraktuar operatorët, kemi përgatitur për sinën e dimrit, i kemi operatorët të kontraktuar dhe kanë filluar që nga ora 4 mëngjesit kanë filluar operatorët me makineritë e tyre kanë filluar të bëjnë pastrimin e rrugëve në qytet, kur në orët e paraditës kanë filluar të bëhet pastrimi edhe nëpër fshatra, në pjesën e Zhupës kanë filluar të bëhet pastrimi, në pjesën e Hasit, në pjesën e Podgorit, në pjesën e Përdrënijes, janë duke pastruar makineritë tona, që janë kontraktuar nga Drejtoria e Shërbimeve Publike, dhe për momentin rrugët janë të kalueshme dhe gjithë edhe trotuarët edhe rrugët në qytet janë të kalueshme. Në orët e mbrëmjes planifikohet kur të fillojnë minusit, koha të bëhet në minus, të bëhet edhe shpërndarja e krypës, ku jemi të furnizuar me 600 ton kryp për momentin, dhe besoj që ka qenë mjaftueshme, dhe do të bëhet edhe shpërndarja e krypës që mos ketë grica edhe në rrugët e qytetit edhe në trotuarët e qytetit. Për pasimin e borës, komuna ka të kontraktuar kompaninë Ekoregjion, që është duke kryer punën me përpjekshmëri dhe ka të gjitha makinat i ka në terren. Dhe është e pajisur me makinerinë e mjaftueshme për pastrimin e borës në qytet dhe në fshatra. Po, kemi një apel për qytetarët që të kenë kujdes gjatë lëvizjeve në qytet dhe në fshatra, që mund të gjenë që ketë edhe ngrica që të kenë kujdes gjatë vozitit dhe gjatë ecjes nëpër trotuara. Drejtori Ukimeri me këtë rast porositi qytetarët të treguar më të kujdesshëm në lëvizjet e tyre dhe ato t'i bëjnë në trotuare dhe mund të ketë grinca dhe të shtojnë kujdes.